Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Treguam bisedën e kaluar se si e tradhuan Banu Israil të dërguarin e tyre, Musa alayhi salatu wassalam, se si e thyen urdhrin e Allahut subhanahu wa taala për të hyrë me forcë në tokat e uzurpuara nga idhujtarët, në tokën e Shait, në tokën e Shamit, që Allahu subhanahu wa taala ua kishte premtuar Banu Israilt. Megjith fjalët e goditura të pejgamberit, me gjithë këshillën e dy burrave të mirë, Kalib ibn Jofnit edhe Yusha ibn Nunit, Banu Israilt e lanë në balë të dërguarin e tyre. Allahu i lartësuar na tregon se me pa turpsi ju drejtuan dhe i thanë: Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. O Musa, ne asnjëherë nuk do të hyjmë në tokën e Shait për sa kohë që ato fiset janë aty. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Shko ti edhe Zoti jot edhe luftoni, sepse ne do të qëndrojmë këtu. Atëherë Musa alayhi salatu wassalam u pikëllua. Allahu i lartësuar na tregon se i dërguari i Banu Israilve, pra Musa i biri Imranit, i drejtohet të Madhit Zot duke i thënë: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. O Allah, unë nuk zotëroj tjetër përveç se vetvetes edhe vllazit tim Harunit. Prandaj gjyko midis meje edhe popullit të pabindur. Ndër dobit që përfitojmë prej këtij fragmenti të shkurtër kuranor është edhe fakti se me të vërtetë pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashabët e të dërguarit të fundit, janë padyshim njerëzit më të mirë pas pejgamberëve. Ata asnjëherë nuk i thyen urdhat e Allahut, gjithmonë u munduan që me përpikmëri t'i bëheshin krah të dërguarit tyre. Kjo na bëhet e qartë nëse përkujtojmë betejën e Bedrit, kur 300 burra nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dolën për të luftuar me një karvanin e Kurejshve që po vinte nga Shami në Mekke. Të gjithë e dim se Ebu Sufjanit i vjen haber, domethënë se shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam i kishin ngritur një kurth për të marrë plaçkën e karvanit. Prandaj devijon rrugën. Megjithatë, një numër i madh ushtarësh të armatosur gjerë në dhëmb nisën nga Mekja për të sulmuar këtë grup të vogël të paarmatosur mirë, në mënyrë që ta shkatërrojë një herë e mirë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasuesin e tij edhe fenë me cilën Allahu subhanahu wa taala fenë të cilën Allahu i lartësuar ja kishte zbritur, në mënyrë që ta përhapte në mesin e njerëzve. Në atë rast, profeti alayhi salatu wasalam gjendet në vështirësi të mëdha. Në atë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam i drejtohet shokëve të tij edhe i kërkon ndihmë. Pret se çfarë do t'i thojnë ansart edhe muhaxhirt. Transmetohet se një ndër burrat e mirë në mesin e ansarëve, Al-Miqdad ibn al-Aws, i drejtohet profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje të vështirë kur 300 burra do të përballeshin me më shumë se 1000 luftëtar të armatosur gjerë në dhëmb. I drejtohet me këtë fjalë: Ja Rasulullah, inna la naqulu laka kama qalet Banu Israil li Musa. O i dërguari i Allahut, ne nuk të thojmë ty ashtu siç i thanë Banu Israil Musait: Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Shko ti edhe Zoti jot edhe luftoni, se ne do të qëndrojmë këtu dhe të presim. Walakin naqulu idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Por se ne themi, shko ti, parapriti dhe Zoti jot në luftë, sepse edhe ne do të luftojmë bashkë me ju. Në një transmetim tjetër, Al-Miqdad ibn al-Aws i drejtohet profetit sallallahu alaihi salatu wasalam duke thënë se ne nuk themi ty ashtu siç i thanë Banu Israil Musait, por se të thojmë ne do të luftojmë krah për krah me ty, o i dërguari i Allahut.
"Walakinna nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa bayna yadayka wa khalfaka." Ne o i dërguari i Allahut do të luftojmë në të djathtën tënde, në të majtën tënde, para teje dhe pas teje. Transmetuesi i hadithit tregon se në ato momente fytyra e profetit sallallahu alaihi wasallam u ndriçua nga gëzimi edhe u gëzua profeti alaihi salatu wasalam për fjalët që dëgjoi. Me të vërtetë ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë njerëz të papërsëritshëm, e mbështetën të dërguarin e Allahut subhanahu wa taala me sa patën fuqi, me jetën e tyre, me pasurinë e tyre, u kujdesen për të dërguarin e Allahut subhanahu wa taala më shumë se sa për familjarët e tyre, më shumë se sa për fëmijët e tyre. Edhe Allahu i lartësuar i ngriti emrat edhe dëmat e tyre lart. Musa alayhi salatu wasalam u pikllua. Musa alayhi salatu wasalam u dëshpërua nga sjellja e keqe e Banu Israil. Prandaj Allahu i lartësuar i shpall të dërguarit e tij dhe i thotë: se toka e bekuar Shami do t'ju bëhet e ndaluar për 40 vite. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa 'ala al-qawmi al-fasiqin. Atëherë toka e bekuar Shami do t'u bëhet e ndaluar, nuk do të mund të hyjnë në Palestinë për 40 vite. Të çoroditur do të sillen nëpër tokë, prandaj ti, o Musa, mos u pikëllo për popullin e pabindur. Interesant është fakti se Allahu i lartësuar i drejtohet të dërguarit të tij duke thënë mos u pikëllo për popullin e pabindur, që tregon se i dërguari i Allahut, Musa alayhi salatu wasalam, megjithse e thyen urdhrin e Zotit, megjithse e lanë në baltë, përsëri pikëllohet për popullin e tij. I dërguari i Allahut ja do të mirën Banu Israilve, të dërguarit e Allahut janë burime mirësie, janë drita udhëzimi të dërguara në mesin e popujve tyre. Edhe pasuesit e pejgamberëve duhet të marrin rnek, duhet i kenë të dërguarit e Allahut si shembulltyra, edhe të sillen me mëshirë, ashtu siç u sollën të dërguarit e Zotit. Abdullah ibn Mas'udi tregon në hadith të vërtetë se më kujtohet profeti sallallahu alaihi wasallam tek tregonte rastin e një të dërguar se si populli i tij e kishte trajtuar, e kishte goditur, megjithatë teksa fshinte gjakun që i rrithën në fytyrë, i lutej Allahu subhanahu wa ta'ala: Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Allah, o Zoti im, fale popullin tim, mbasi populli im nuk din. Të dërguarit e Allahut janë njerëzit më të mirë. Ata përpiqen natë edhe ditë të ndriçojnë zemrat e njerëzve, zemrat e popullit me dritën e imanit, në mënyrë që të korrin sukses në jetën e kësaj bote edhe të fitojnë shpërblimet e mëdha në botën e amshuar. Ajo që përfitojmë nga ky jetë kronor është edhe fakti se Allahu i lartësuar u bën të ndaluar tokën e shehit 40 vite. Pse pikërisht 40 vite? Disa nga dietarë, disa nga mufesirinët e Kuranit kanë thënë se për 40 vite shuhet një brez. Edhe me të vërtetë, ky brez, i cili pasonte Musan, ishte rritur në prangat e skllavërisë. Ishin njerëz të friksuar, njerëz të topitur, njerëz të rritur në atmosferën e dhunës edhe të tiranisë të Firaunit. Prandaj, mbas 40 viteve, thuhet se asnjë nga këto burra nuk ka dalë i gjallë nga shkretira Sinajt. Me përjashtim të dy burrave të mirë, Yusha ibn Nun dhe Qalib ibn Jofën. Edhe me të vërtetë, me krye këto dy burra, Banu Israil, siç do ta marrim vesh në bisedat e ardhshme, do të dalin nga dhimbtar, edhe do të arrijnë të hyjnë triumfator në tokat e bekuara të Shamit, më saktësisht në Palestinë, biidhnillahi tebaraka wa taala. Elus Allahu subhanahu wa taala t'i bëj të dobishme këtë që tham. Deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.